Illi I ri I klubit të Barcelonës, Lamine Yamal, bëhet pronari një prej rezidencave më të famshme në Spanjë, ish shtëpia e Shakirës dhe Pikes, duke bërë një tjetër hap në kombinimin e suksesit sportiv me luksin privat. Sipas mediave spanjolle, vila ka vlerë rreth 14 milion euro, shtrihet në një truall prej 3800 metra katror dhe përfshin 3 shtëpi të ndara, pishina të brendshme dhe të jashtme, palestër dhe ambiente të dedikuara për relaksim. Yamal planifikon ta transformoj rezidencën në një home club personal, palestër private, hapësira rikuperimi, trajner personal dhe sistem sigurie të avancuar, ideale për një atlet elitar. Me këtë blerje, ai jo vetëm që siguron një adresë të elitës në Barcelonë, por edhe një simbol që lidh suksesin e tij me trashëgimin e klubit dhe komunitetit të kampit katalanas.